18 qershor. Ta shohim veten siç duhet. Se nëpërmjet hirit që mu dha, i them çdo kujt që është ndër ju, që të mos ketë mendim të lartë për veten përtej asaj çfarë duhet të mendojë, por të mendojë si të jetë i matur, ashtu si Perëndia i ndau secilit mas besimi. Romakëve 12:3. Askush nuk ka imunitet ndaj mëkatit të vet lartësimit. Për të gjetur prova për këtë, thjesht hyni në çdo grup kopshti. Në këtë grup të vogël fëmijësh, shumë shpejt dikush do të fillojë të mburret se ka ndërtuar kullën më të lartë me bloqe, ose se ka vizatuar portretin më të mirë të familjes. Me fjalë të tjera, ata kanë një mendim më të lartë se duhet për veten e tyre. Krahasimi i vazhdueshëm me njerëzit e tjerë është një mënyrë të menduarit sipas kësaj bote. Një pikpamje e egzageruar për veten është një problem i tmerrshëm. Një problem që i ul të tjerët dhe shpërfill vendin ton përpara Perëndisë. Megjithatë, përgjigja nuk gjendet në poshtërimin e vetes, i cili është gabimi i kundërt i vetlartësimit dhe i barabartë me të. Ky vetpërçmim është gjithashtu produkt i krenarisë, sepse ende buron nga krahasimi. Ky reagim ka ende vetveten në fokus. Pikpamja e të krishterit për veten duhet të bazohet në një mendje të ripërtërir nga Perëndia. Romakëve 12:2. Me këtë këndvështrim, ne e gjejmë vlerën tonë në mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Rëndësia, identiteti, vlera dhe roli ynë, të gjitha e gjejnë themelin e tyre në atë se kush është Perëndia dhe se çfarë ka bërë ai për ne, jo për shkak të asaj se kush jemi ne apo çfarë kemi bërë ne për të. Ne kujtohemi për këtë këndvështrim të duhur për veten kur këndojmë vargjet "Kur unë sodis të mahnitshmin kryq, atje ku vdiq Krishti, princi i lavdis." Të soditësh kryqin do të thotë të përqendrohesh tek Ungjilli. E vërteta që një tjetër ka vdekur në vendin ton dhe ka mbajtur ndëshkimin ton. Duke bërë këtë, ne kuptojmë se humbje e quaj çdo fitim dhe e përçmoj çdo krenari. Kryqi na ngre dhe na ul njëkohësisht. Dhe kjo na çliron nga nevoja për ta shtyrë veten që të çajmë në jetë dhe na aftëson për të pranuar mënyrat në të cilat Perëndia na ka dhënë dhunti. Kështu mund të mendojmë për veten në mënyrë të matur. Prandaj, kisha duhet të jetë qartësisht e ndryshme nga bota në mënyrën se si ne shohim veten dhe njëri tjetrin. Kur mblidhemi të bashkuar nga Ungjilli, gjithçka tjetër që lidhet me identitetin ton, edhe pse jo krejt e parëndësishme, e humbet rëndësinë e saj kryesore dhe ne nuk i përdorim dhuntit tona për të kënaqur veten, por për t'u shërbyer të tjerëve. Shiko kryqin, aty ku shpëtimtari yt u gjakos dhe vdiq për mëkatet e tua, sepse ai të do. Nuk ka vend që të ndihesh krenar. Nuk ka pse ta krahasosh veten me të tjerët. Përkundrazi, gjithçka që ai të ka dhënë, ti mund ta përdorësh në shërbim vetmohues dhe plot gëzim ndaj të tjerëve.